Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia është e gatshme të përballet me kërcënime që vijnë nga Europa, duke theksuar se nëse kjo e fundit vendos të fillojë një luftë, Moska është e përgatitur për të reaguar menjëherë. Putin theksoi se megjithse Rusia nuk ka si qëllim të shkaktojë një konflikt me Europën, ai nuk do të hezitojë të mbrojë interesat e vendit nëse Europa fillon veprime agresive. Nuk planifikojmë të shkojmë në luftë me Europën, e kam thënë këtë 100 herë, u shpreh ai duke shtuar se nëse Europa papritmas dëshiron të na luftojë dhe fillon, ne jemi gati tani, nuk ka dyshim për këtë, përfundoi ai. Por më tepër, Putin theksoi se situata mund të përshkallëzohet shumë shpejt, duke bërë të pamundur mundësitë për negociata dhe duke akuzuar europianët për pengimin e mundësive për një zgjidhje paqësore. Ai shtoi se shtetet europiane, duke mbështetur administratën amerikane, janë përgjegjëse për dështimin e mundësive për një marrëveshje paqeje, duke përfshirë përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për të ndërmjetësuar bisedimet. Deklaratat e Putin vijnë një kohë kur tensionet ndërkombëtare vazhdojnë të rriten, duke lënë hapësirë për shqetësime të mëtejshme në lidhje me mundësinë e një përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit në Ukrainë.